Përshëndetje miq, 3 vatra të nxehta të futbollit vinë sot në Supergol. Skënderbeu sapo I ka dhënë krah renditjes në Loni Papuçiu në ndeshjen që mbylli javën e 11 të kategorisë së parë, ndërkohë që duhen luajtur ende 2 sfida për të kompletuar të 11-ën e Abisnet Superiores, por nëse në Elbasan Arena shënjestrohet kreu. Në Nikodovana Teuta kërkon të ndërhyjë në zonën e Final Four, ndërsa Partizani të lëviz nga një renditje që duket se gjithnjë më shumë po e vën siklet. Sidoqoftë të gjithë janë në ndjekje të vllaznisë në një kampionat të ndezur edhe më shumë nga deklaratat që po përfshin në lojë edhe trajnerët. Sidoqoftë Gvozdenovic e Tetova zbresin në fushë në kërkim të ndjekjes hapave të kryesuesve, por edhe për t'i dhënë kredibilitet Elbasanit e Ignatias në një garë që po duket se nuk ka goditje të ndaluara. Kështu, Supergol premton një tjetër të diel me adrenalin të lartë. Unë jam Enos Kaço dhe do të ndaj studion sot me specialistët tanë Sokol Bulku e Dritan Mehmeti. Përshëndetje. Përshëndetje. Do t'jemi me njerë me ju, por më parë le të hedhim një sy në kalendarin e javës së 11 të Abisnet Superiores, që do të kompletohet pra siç tham sot. Teuta, Partizani dhe Elbasani Egnatia, respektivisht në RTS Sport dhe RTS 1 Definition do të transmetohen sot dhe do të zhvillohen sot, ndërsa kanë lënë fushën e lojës me fitoren në Vlorë, vlonjatët e flamurtarit 0-1 me Bylis në një ndeshje me fushat të konvertuara pavarësisht se flamurtari ishte simik. Vora ka fituar 0-2 përballë Tiranës dhe Vllaznia 1-0 ka mundur Dinamon në ndeshje ndoshta më të rëndësishme të javës së 11 bashkë me atë Elbasani Egnatia. Shohim tashmë edhe renditjen provizore sepse janë edhe 2 ndeshje ende për të luajtur. Vllaznia kryeson me 23 pikë, Elbasani 20, Egnatia 19, Dinamo 18, Teuta 15, Vora 14, 12 Bylis, 9 Partizani, 8 Flamurtari dhe në fund Tirana në kuotën e 6 pikëve. Ndërkohë që është kompletuar tashmë java e 11 e kategorisë së parë, shohim edhe kalendarin e ndeshjeve. Apolonia 2-3 është mundur në shtëpi nga Skënderbeu, ndërkohë që një ditë më parë Besa ka barazuar 0-0 me Laçin, Kastrioti ka mposhtur 3-0 Luftëtarin, Korabi 1-0 Kuksin, Lushnja 1-0 Ilirin, ndërsa të premten Burreli ka mundur 2-0 Pogradecin, për një renditje që sheh gjithmonë më tepër protagonist Skënderbeun në kuotën e 28 pikëve plus 7 nga vendi I dytë që është Laçi me 21 pikë. Pogradeci 18, Iliria 16, po ajsa Burreli, Apolonia 13 në të njëjtën kuotë pikësh me Kastriotin e Korabin, Lushnja në vendin e 9 me 12 pikë, Besa në vendin e 10 me 11, Luftëtari me 9 pikë dhe I fundit Kuksi në kuotën e 5 pikëve. Kjo pra është panorama tashmë e plotë e kategorisë parë, ndërkohë që ajo e Abisnet Superiores duhet ende të kompletohet. Bulku, le të ndalemi pak te kategoria e parë, sepse ajo është e përmbyllur tashmë, ndërsa në superiore presim të luhen ende 2 ndeshje. Një ndeshje interesante ajo mes Apolonisë dhe Skënderbeut, po një Skënderbeu që duket se nuk po ndalet dhe shkon gjithnjë më I sigurt drejt të Superiores. Natyrisht ishte një ndeshje e bukur për të parë, edhe pse terreni u rëndua sidomos pjesën e dytë dhe ja vështirësoi ekipeve për të konkretizuar ato veprime, sidomos në fazën sulmuese, sepse pam të dy ekipet që kishin një lojë sulmuese dhe kërkonin fitoren. Por në fund vendos eksperienca e disa lojtarëve të Skënderbeu dhe kualiteti që kanë ata, sidomos e pjesës përpara, ku Nasër është një nga ato lojtarët që është shumë I rrezikshëm për gjithë ekipet kundërshtare dhe është një lojtar që është shumë produktiv dhe efikas në zonën e përfundimit të aksionit dhe në shënimin e golave. Unë mendoj që fjalë të mira edhe për Apolloni, sepse është një ekip edhe pse ka lojtar të ri në moshë të re, unë mendoj që sot ajo përball gati barabartë dhe me forcat barabarta përball Skënderbeut, si në profilin, pra se trajneri Jovanovic është një trajner që profili I tij kërkon një lojë sulmuese, edhe sot ai më shumë, sidomos 20 minutat e para të pjesës parë, ekipi reagoi shumë mirë, e dominoi si në zotrimin e topit, ashtu edhe në manovrën sulmuese kur kishte pak asimetri nga krahu I djathtë dhe krijonte densë aty ku krahu I majt është shumë I fortë I Skënderbeut. Unë mendoj që ishte një ndeshje e bukur dhe e fituar me merit nga Skënderbeu. Në anën tjetër, Apolonia Mehmeti provoi të bënte
të barabartin kundër një skuadre që duket se është më e pajisur se sa të tjerët në garën për të shkuar edhe një herë në elitë. Por Apollonia e provoi, e luajti si e barabart, madje patëm një përgjigje kundër përgjigje në ato 10 minuta të shmendër nga e 15-a në të 25-26 kur shënuan dhe 4 gola, por pastaj u dorëzua, ndoshta nuk e ka atë eksperiencën e duhur për të bërë të barabartin me një kundërshtar si Skënderbeu? Po, shumë e vërtet konstatimi juaj, sepse edhe në mënyrë se si e interpretoj gjatë gjithë 90 minutave, kishte oscilacione skuadra e Apollonisë në disa situata që skuadra e Skënderbeut me 2-3 element që bëjnë diferencën në jo vetëm kategorinë e parë, por mund ta bëjnë dhe në Super League, dhe kjo është merit edhe për vetë klubin e Skënderbeut që ka ruajtur strukturën e skuadrës dhe normal që është në atë vend që është tani, por një merit e veçantë është edhe për Apollonin që interpretoi një futboll mjaft kualitativ edhe pse faktori fush nuk ta lejon, pra u kundërpërgjigj me të njëjtën monedhë, me të njëjtën strategji dhe tregoi dhe të përshtatej sidomos pjesën e dytë, ku gjithë forca e ndeshjes ishte tek dy luftimet në mesfush me topat e gjatë, ke topat e kthyer, dhe u mundua të përshtatej dhe me terrenin, por ja vështirësoi Skënderbeu shumë realizimin e barazimit, sepse gjeti forcën që ajo të shkonte edhe drejt barazimit, Apollonia, por mendoj duke e parë 3-4 javët e fundit, Apollonia vuan pak tek metrat e fundit edhe për vetë faktin që është larguar dhe sulmuesi kryesor. Okej, ne do të shkojmë një në Fier tashmë ku është kolegu Erkan Çutra me teknikun e Skënderbeut Ernest Gjoka. Përshëndetje Gjoka dhe urime për një fitore të rëndësishme sot. Përshëndetje në Eno. Po, Eno. Atëre Gjoka, vërtet ishte një sukses rëndësishëm, një transfert shumë të vështirë. Besoj se për ju është edhe një bonus shumë i madh pasi tashmë me vendin e dytë shkoni 7 distanca larg nga rivali juaj kryesor Laçi. Kampionati sa vjen e povështirësohet, kështu që këto janë pikë që ne duhet patjetër të rikuperojmë, të mbajmë të largësi, por ky kampionat është kampionat i vështirë. Fushat janë, ju i patë edhe vetë se si u bë sot. Kështu që ne, ekipi jonë ka dëshirë tjetë kohës marrëdhënie me topin, por këtu ishte bie topit para ose topit sa më fort që mblidhen shokët poshtë, ka qenë i shprehur dikur futbollin e para 90-s. Pyetje nga studio. Sokol Bulku. Nesti të përshëndes, urime për fitoren, edhe pse është e drejtë që u vështirësua sidomos takimi pjesën e dytë. Pyetja ime e parë është për ato 20 minutat e para, pra nuk e filluat mirë lojën, pati një dominim për sa i përket dy luftimeve nga ana e Apollonisë dhe manovrës që kishte ajo. Kjo erdhi si pasojë e kohës o presionit që ishte pak me vonesë ke mes fushorët, sepse kishin vështirësi dhe për të marrë topin dhe për të shërbyer për sulmuesët, siç ndodhi te rasti golit të parë, pra që shërbeu Estrela për Çuçkën. Pra, ishte komplet total ekipi që si i përgjumur vetëm fillimin e lojës, pra se ju reaguat dhe kaluat në avantazh. Jo, nuk ishte çështje përgjumur, Sokol ishte thjesht çështje përshtatje. Edhe në ato momentet e para, të paktën për 10-15 minuta, nuk po arrinim të fitronim topin, të merrnim topin, të dinim kjo lojë që ne kërkojmë. Kundërshtari sigurisht ato 10-15 minuta e para, duke pasi plan A, me sa kuptova, kishte që ta mande sa më lart, kështu që kjo ishte ajo mospërshtatje dhe aty erdhi dhe gabimi pastaj i mbrojtjes tonë me penalti, që me pak shqetësi mund ta kishte evituar. Sigurisht që ne reaguam shpejt, reaguam mirë, edhe goli i dytë mendoj që thjesht gabimet e golave ishin tonë, jo për t'i heqë asnjë presje dëshirës madhe të Apollonisë që na vurin në vështirësi gjatë, por mendoj që të dyja golat që pësuam sot ishte thjesht gabimet tona. Pyetja e dytë Nesti për dalë ke pësimi i golave. Unë e vlerësoj se ju keni krijuar një profil të një trajneri që kërkoni gjithmonë lojë sulmuese. Dhe për këtë keni meritat kryesore në çdo ekip që ju keni drejtuar. Duke u nisur nga 3 ndeshjet e fundit, keni pësuar 7 gola, pra na mësuat fillimin e kampionatit që ishte një ekip shumë solid mbrapa dhe një ekip që prodhonte shumë përpara. Çfarë ka ndodhur këto 3 ndeshje? Pra, kjo vjen nga
që ju keni diferencë shumë të madhe ose me aq sa konstatojmë nga jashtë me kundërshtarët dhe kjo çon atë në vlerësimin apo nuk është ai përqendrimi i dur që ju e preket pak edhe 2 golat e psuar sot? Po e vuj përqendrimin, por duke llogarit, unë mendoj që ndeshjen me Kastelonin jam duke vënë refere për golat që psuam, kurse golat që psuam koç, po për atë kemi reaguar fort me skuadrën, sepse ishin 2 gola dhe para disa ditësh që ishin të evitueshëm dhe ishte thjesht çështje përqendrimi, sepse po shikosh ndeshjen ndaj Korabit, ishte një ndeshje shumë e mirë them për anën tonë, nga ana e trajnerit për skuadrën, për atë që prodhojnë fush. Dhe të psosh pastaj nga 2-0 ku mundësia ishte tu thellonte rezultatet. Dhe të psosh 2 gola, unë mendoj që ishte thjesht çështje përqendrimi. Sigurisht që edhe sot ishte po kjo lloj përqendrimi jo i saktë. Kështu që janë ca momente që ndoshta edhe skuadrat të ashtu quajtur të mira mund t'i kalojnë. Janë probleme që dihen tashmë në futboll, por që keni parasysh që edhe kundërshtarët vrapojnë shumë dhe përpiqen shumë. Dhe kjo ndoshta është edhe suksesi, ndoshta është edhe meritë e kundërshtarëve. Dritan Mehmeti. Përshëndetje Nesti, urime për fitoren. Unë doja të shtoja pak atë që nisët ju për shtatja të kategoria parë, mendoj unë, dhe e theksuat shumë bukur, sidomos lojtarët tuaj e bëjnë diferencën si skuadër dhe është e merita edhe e juaja dhe vështirësia juaj tek ky kampionat është sepse ti prodhon futboll dhe në fushat të tilla besoj se duhet punoj më shumë skuadra goditje standarde, shumë ndeshje dhe unë mendoj tek goli dytë ishte më shumë gabim vendosja e skuadrës goditje standarde, se kategoria parë me terrene të tilla do të kesh vështirësi gjatë kohës. Dhe besoj se kjo është edhe ajo që shkalla e vështirësisë e juaja që ta bindni skuadrën të adaptohet me ndryshime situatash, sepse pjesën e parë për mendimin tim e interpretuat shumë mirë, pjesën e dytë duhet përshtatej më mirë skuadra, sidomos me terrenin dhe me goditje standarde. Sakt. Edhe po të shikoni, duke pas parasysh ndryshuam gati të dy krahët e mbrojtjes, duke fut gjatësi, duke fut forcë, thjesht për t'u përshtatë edhe kundërshtarit që në çdo moment na vende siklet me topin e gjatë drejt portës tonë. Gjoka, unë e di këtë pjesën që do më thuash që të mendojmë njerë se kampionati është i gjatë dhe është i vështirë, po duke qenë se shkoni me +7 në këtë fazë të kampionatit dhe ndoshta rruga do t'jetë gjithmonë më e shtruar drejt superiores. Merkaton e janarit do mendoni për lojtarë që do jenë në superiore apo për të përforcuar skuadrën aktuale këtu në kategorinë e parë? Unë kam për detyrë të bëj punën mirë, të arrim marrim 3 pikët, sigurojmë superioren, kurse pjesën e markazës, ju e dini që Skënderbeu ka drejtor sportiv dhe president që merren vetëm atë pjesë. Unë detyra ime është që të marrim maksimumin në këtë kampionat kaq të vështirë. Domethënë nuk e bërë emra akoma. Si? Ne jemi vend parë, derisa jemi vend parë, them që skuadra po ecën mirë. Kështu që ndoshta do kemi kohë. Pse ul zori? Okej, faleminderit të Gjoka dhe suksese në vijim dhe ju presim shumë shpejt në elitën e futbollit, sepse Skënderbeut në fakt i takon që të jetë aty. Bulku, kemi një skuadër që prodhon lojë, ruajti një bosh të mirë nga sezoni i kaluar, pavarësisht se zbriti nga kategoria, por ishin lojtarë që dinin ta përdorin topin dhe kjo po reflektohet edhe tani. Vështirësia, siç e përmendi dhe Gjoka, është pikërisht tek këto fushat, për shembull, ne pam fushën Loni Papuçiu që për shkak të rreshjeve ishte goxha e rënduar dhe ne themi gjithmonë që terreni i rënduar pengon skuadrën me më shumë kualitet. Sigurisht, fusha jo e mirë ose terreni rënduar ndikon tek një ekip që ka kualitet në të gjithë elementet ose në gjithë komponentet e lojës. Unë mendoj që gati po mbaron faza e parë dhe lojtarët mendoj se janë përshtatur. Por në rastet e caktuara kur këto lojtarë nuk e durojnë dot atë agresivitetin ose
ose luftën e fortë të disa ekipeve që atë kanë armën më të fortë, atëherë aty dhe Skënderbeu, duke ditur që është një skuadër ose edhe një ekip brez pas brezi, një ekip i butë, pra që nuk e duron do të atë lojën e fortë, mendoj që në disa raste krijohet vështirësi, por ruajtja e boshtit, ato qëllimi kryesor, domethënë për të shkuar në superiore janë ruajtja e stafit dhe investimet që sepse ruajtja e boshtit kërkon dhe investimet, sepse ato lojtarë janë të paguar njësoj me sa kuptoj si që ishin në superiore. Shkojmë edhe një në fjerë, ku tashmë kolegu Erkan Qutra është me teknikun e Apollonisë, Marko Jovanović. Përshëndetje, Jovanović. Përshëndetje Eno, jam pikërisht me trajnerin e Apollonisë, Marko Jovanović. So Jovanović, do you think that the problem is more tactical or lack of concentration from your players at the crucial moments? Pra, e pyeta trajnerin Jovanović nëse kishte probleme taktike apo mungesë përqendrimi nga lojtarët në momente më kruciale, më kulminante. I don't think so, Nuk e because mendoj kështu. I think that we have good game plan for today, Mendoj që kishim një plan shumë të mirë sot and these problems maybe can be our experience. dhe këto probleme vijnë nga mungesa e eksperiencës. I think that we have so young team, and Kemi një ekip shumë të ri you saw that we can play in top level, dhe mund të them që nuk mund të luajnë domethënë në nivele shumë të larta, but individual mistakes lead us again in por this këto gabime individuale na kushtojnë way to lose the game. të humbisnim ndeshjen. Especially I think that we open very good game. Dua të them që në fillim bëm një ndeshje shumë të mirë, We create few chance and score goal, krijuam disa mundësi për gol and after in one individual mistakes dhe thjesht me një gabim individual we have two black minutes and receive 2 goals. dhe patëm një moment blackouti dhe pësuam ato 2 gola. But I think that we today was better team in the field, Por sot unë dua të them që ishim ekipi më i mirë në fushë, that we create more chance, krijuam më shumë mundësi për gol, but we was unlucky today. por sot unë dua të them që ishim të pafatë sot. We have to work in these individual mistakes. Duhet të punojmë në këto gabime individuale. I have to use chance to congratulation for Skënderbeu for 3 points. Dua të përgëzoj Skënderbeun për arritjen e 3 pikëve. I wish all the best for them, and also I uroj më të mirat I can congratulation for my players for this dhe gjithashtu dua të uroj edhe lojtarët e mi big fight in the pitch, and I për hope that për next këtë match luftë të madhe që bën në këtë fushë we will be more lucky. dhe besoj se në ndeshjen e ardhshme fati do të jetë me ne. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje no? Po, Dritan Mehmeti. Përshëndetje Jovanović, si që theksuat dhe ju, sidomos pas pësimit golit, skuadra juaj, ju e theksuat që e kini ndërtuar, por mendoj që ndërtimin skuadra e Korçës e ndërtonte shumë mirë nga linja e majtë dhe krijonte superioritet në mesfush me Estrelën dhe Çuçka që finalizoi 2 gola, pra asist për Nasër, pra ishte një fotokopje të 2 gola që psove dhe mendoj që Skënderbeu me 2 lojtarë që kanë mjaft eksperiencë, Estrela dhe Nasër, bën diferencën mendoj unë. Besoj se ndoshta duhet kishit marrë më tepër masa për sa i përket këtyre 2 lojtarëve dhe mënyrës se si interpretonin lojën Skënderbeu. Game Yeah, keep going. game was like this. I tell in the, Ndeshja u interpretuar në këtë lloj mënyre. in the half time I speak with my guys. Kam folur pra me djemtë e mi. There is when we have possession ball, they're dangerous, Kur ne kemi posedimin e topit, ata janë të rrezikshëm. and when they have possession, we are dangerous.
Pra, kur ata kanë posedimin e topit, gjithashtu edhe ne duhet të jemi të rrezikshëm. And this game was perfect for wingers and fast player. Pra kjo ndeshje ishte shumë e mirë për lojtarët e shpejtë dhe për lojtarët e kraut. Lot of situation was in the space and this players, disa situata ndodhën në momentet kur kishim shumë hapësira, kur lam shumë hapësira. Of course, these players create lot of problems for us. Like Pra këto probleme që ju thatë si Estreja apo Nasër na krijuan shumë probleme. Like us, we create also Ashtu si ne që krijuam with our wingers with disa rrezikshmëri pa lojtar krau. And also my decision from this reason was decision to put Trifoni in the center. Pra vendimi im ishte që të vendose Trifonin në qendër të sulmit. I think that we have a lot of loses ball in this pitch. Humbasim shumë topa në këtë fushë. And I speak with players that I want to simple game and attack space. Pra, unë gjithmonë i them djemve që të bëjmë një ndeshje të thjesht, të luajmë thjesht. But I think that we lose a lot of ball in the middle because we want. Po humbëm shumë topa në mesfush. Pra, kaq është. Po, doja të shtoja edhe diçka për sa i përket mënyrës interpretimit lojës deri në zonën 1/3 sulmit tuaj, ju shkoni shumë mirë, ndërtoni shumë mirë, sidomos në fazën ofensive. Keni vështirësitë jashtëzakonisht tek zona e boksi, pra para mbrojtjes, para portës së kundërshtarit. Kjo është edhe për vetë faktin që sulmuesi kryesor që ishte një pikë referimi tashmë nuk është pjesë e juaj dhe këtu duhet të improvizoni më tepër. Dhe ju përshëndes sepse është një skuadër me një moshë mesatare të re dhe ndoshta në situata të brenda ndeshjes i mungon dhe eksperienca dhe ndoshta në aspektin psikologjik të lind detyra për të punuar më shumë. Po, siç e thash, jemi një ekip shumë i ri. We are not big roster. We are like 14-15 players in the roster. Can you say that again, please? Yes, of course. We miss any one player, but Mejego is out of the team. And Po, kemi humbur lojtarin më kryesor të ekipit, Mejego. I cannot think if happen what is happened, but nuk dua të flas për atë se çfarë ndodhi. I think that we create lot of chance today. Pra, siç e thash, krijuam shumë raste për sot. But we don't use this chance. Por nuk arritëm të shfrytëzonim në maksimum. Sokol Bulko. Përshëndetje dhe komplimenta për mënyrën se si e kishe përgatitur ndeshjen, se si ju guxuat të përballeshit në mënyrë të barabartë me një ekip shumë të fortë dhe shumë në kualitet si Skënderbeu. Jam dakord për të gjitha lëvizjet që ju keni bërë, sidomos në manovrën sulmuese, ekipi shpreh qartë dhe distancat ishin korrekte si në fazën mbrojtëse. Pyetja ime është thjesht dhe shkurt, a gabuat në tranzicionin negativ, sepse goli parë erdhi nga një mosvendosje, nga një pas e kishit ju topin zotrim, e humbët dhe një mosvendosje e mbrojtësave psuat golin e parë, golin e dytë goditje standard. Pra, duhet ishit më të kujdesshëm, sidomos mbas rezultatit 2-2. Kjo erdhi nga ajo që ju kishit vetëm një plan për ta fituar ndeshjen dhe ju a dhat të drejtë ekipi që po shprehej shumë mirë. This game gave a lot of things for analysis. Kjo ndeshje dua të them se ka nevojë shumë për analizë. But especially I talk also in the half time and before match that Por kam fola me ekipin në përfundimin e pjesës së parë, por gjithashtu edhe para ndeshjes. That we cannot use the risk and that Pra nuk mund të rrezikonin, pra që në çdo top të gjatë. Every long ball we must to fix from first touch and to clean outside Pra, and to try to press. në çdo top të gjatë duhet me çdo prekje të parë të topit vetëm duhet ta largonim. And we tried maybe U five times, mund të them 5 herë. we try to receive the ball and to control ball. Pra, u munduam domethënë që ta mbanim një herë topin e ta kontrollonin, por
një gjë e tillë nuk ndodhi. This pitch is not for this. Pra, kjo fush nuk është për të aplikuar një metodë të tillë. And every mistake come like this. Dhe çdo gabim erdhi në këtë mënyrë. Okej, Jovanovic, ju thonë keni një ekip të ri dhe është vërtet kështu, por a shihni këtë ekip të aftë të luftoj për të ngjitur në superiore, ndoshta jo direkt, por përmes play-offit? Yes, to wish. Po, e mendoj. I think that we have quality for this. Kemi kualitete për të arritur një objektiv të But tillë. we must to our roster to little bit to change in the December or January. Por duhet të ndryshojmë diçka në dhjetor dhe në janar. If we make a good job with 4-5 players in the January, I hope that we can. Nëse arrim të bëjmë një punë të mirë me 4-5 lojtar, But if I make one analysis, we play 11 match. kam bërë një analizë pra edhe të gjithë këtyre 11 ndeshjeve që kemi zhvilluar. Korabi in Peshkopi we play bad match, but this Edhe kundër Korabit kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. this other 10 match was everyone was very good in the game, but some mistake. Dhe në këto 10 ndeshjet, 11 ndeshjet, në përgjithësi ekipi ka bërë një ndeshje shumë të mirë pavarësisht disa gabimeve. In some situation with referee, but I don't want to talk about it. Edhe disa situata me arbitrin, por nuk është se dua të ndalem shumë. Lead us to maybe have 6, 7, 8 points more. Pra, mendoshta edhe me vendimet arbitrare mund kishim 6, 7 ose 8 pikë më shumë. But I believe in these guys. We are a young team, but Por we unë have big besoj potential. te këto djem ka një potencial shumë të madh. And we have to create team. If no this season, I believe next season that we will be Nëse nuk very arrim concurrent. dot, pra besoj që edhe sezonin e ardhshëm do të jemi më të fortë për të arritur një objektiv të tillë. I want to see this team in Super League, but Unë dua now, ta shoh këtë ekip në superiore, por tani in this moment we have a lot of problems, but në këtë moment kemi disa probleme I hope that we will pass like team everything, dhe mendoj që ta kalojmë si ekip that we will be every match better and better. dhe dua që ndeshje pas ndeshje të përmirësohemi. Okej, faleminderit Jovanovic dhe suksese në vijim, por edhe në misionin tuaj për ta rikthyer Apollonin në superiore. Ndërkohë, Bulku, kemi një renditje që sheh vërtet Skënderbeun protagonist, por në anën tjetër kemi skuadra si Laçi që tentojnë të rikthehen dhe janë në zonën me 21 pikë, por jo të pa rrezikuar, sepse qoftë Iliria dhe Burrili me 16, por edhe Pogradeci me 18, janë skuadra potencialisht që mund t'i krijojnë probleme kurbinasve në ngjitjen direkt në superiore. Sigurisht, Kujtojmë këto skuadra... që javën e ardhshme mbyllet faza e parë e kategorisë. Këto skuadra po e bën më të bukur kampionatin dhe nuk po lejojnë sidomos vendin e dytë shkëputet nga vendi i tretë, i katërt dhe i pestë. Pra, janë këto skuadra që janë të investuara, jo sa në ato buxhetin e superiores, po janë të investuara mirë për të arritur suksesin. Pra, kanë edhe ato projeksionet e tyre për të ngjitur në tabelën e renditjes dhe shpesh herë kur i krijojnë vështirësi Skënderbeut, atëherë unë mendoj që të gjitha skuadrat e tjera pastaj mund ndodhi çdo gjë për sa i përket vështirësive që kanë si në fushat e tyre ashtu dhe në transfert. Pra, e bukura e këtij kampionati është që të gjitha skuadrat reagojnë. Po shohim dhe vendi i 8 është shumë afër, pra me një fitore arrin atë zonën e play-offit. Kështu që unë mendoj që Laçi duhet të reagojë më shumë për sa i përket organikës që ka, sepse është e vërtet ajo që tha Jovanovic, dhe një nga pyetjet që mund t'i bënim është që nuk kishte shumë zëvendësime në atë fushë të vështirë, pra i mungon organika, se e pranoi dhe ai që në 10 orë mund dorim të 4-5 lojtar. Pra, ideja është që të gjitha këto të jenë afër me pikë, që mos krijojnë atë shkëputjen dhe të krijojnë presion, pra në çdo ndeshje, siç e pam Burreli Pogradeci, që edhe pse Pogradeci është investuar mirë dhe ka synimet e veta,
prap hasin e vështirësi dhe kundrejt një Burreli që nuk është shumë i investuar, por duke vënë zemrën, sakrificën, shpirtin dhe duke ndihmuar dhe fusha, atëherë bën që të gjitha skuadrat që edhe pse kanë atë organikën të çedojnë në ndeshjet e caktuara. Mehmeti, tashmë një fazë lojë në kampionatin e kategorisë parë është përmbyllur, kemi një panoramë. Duke i parë kështu, kush ka zhgënjur dhe nga cili prisje më tepër pra në performancë, por edhe në rezultate, dhe cila është, po themi, surpriza e kampionatit kategorisë parë deri tani? Atëherë, po t'i referohemi zhgënjimit për sa i përket investimit dhe kualitetit dhe çka ka thënë gjithë këto javë, mendoj që është besa, sepse ka pas oscilacione shumë të ndaja për vetë faktin që ne i dim ndryshimet e stafit, rezultate jo të pritshme, sepse për të qenë i sinqert, skuadra e Besës është e mirë investuar për të qenë konkurrente dinjitoze për të ardhur në Super League, por rezultate ka çeduar dhe kjo më ka bërë atë përshtypjen. Janë dhe faktor ansor që ndryshimet e shpeshta të stafit, mos luajtja në shtëpinë e tyre, se janë faktorë që ndikojnë. Specifik ndryshe nga Superliga është edhe kategoria parë ka një specifik ndryshe. Po të referohemi jo vetëm gjithmonë skuadra që investojnë pak më tepër se të tjerat janë ato që kanë rezultate më të mira, por filozofia dhe menaxhimi ekonomik. Duhet ta ndajmë pak të pjesën e investimit, sepse ka investim financiar të rëndësishëm, por nuk është bërë investimi mirë. Këtë doja të thoja, po të referohemi po Gradecit, Kavajës, edhe mënyrën se si i kanë përzgjedhur edhe elementet, po edhe strategjinë, se po t'i referohemi të dyja skuadra, si po Gradeci dhe skuadra e Besës Kavajës, ndoshta e kanë buxhetin 2 fishin e Burrelit dhe ne shikojmë një Burrel që është një kockë fort dhe mendoj që nga skuadra e Besës, pra që është e 10-ta në rënditje, mendoj deri tek Laçi është një garë fort dhe kjo tregon që është një kampionat i paparashikueshëm dhe në kategorinë e parë jo gjithmonë ai që shpenzon më tepër mund t'ja dalë të arrijë objektivin, sepse po të shikosh edhe Apollonin që ne e analizuam sot, kemi Kastriotin, Korabin, Lushnjën, që ndoshta janë diçka më pak për sa i përket shpenzimeve ekonomike, por kanë qenë barabartë në fushën e lojës. Dhe duhet kesh një strategji të mirë menduar kur ti investon, sepse është viti 2 që Besa e kërkon me një sistem arritjen e superiores. Dhe po e ka të vështirë. Ne shikojmë që Skënderbeu dhe Laçi prap e kanë shumë të vështirë duke pas parasysh që 78% të skuadrës së vjeçme, ata e kanë ruajtur poshtin, por kanë vështirësinë e përshtatjes kategorisë parë. Pra do të kemi një garë mjaft luftuar dhe do një ekspert të kësaj kategorie duke filluar që nga drejtuesit deri tek lojtarët dhe stafet. Patjetër, ti e ke provuar vetë një kategori që kërkon lojë fizike. Duhet përshtaten lojtarët në situatat ndryshme, kanë filozofi të ndryshme ekipet, për shkak nuk është njësoj të luash me Apollonin në Fier dhe të luash njësoj me Kastriotin. Më duhet të ndërpres tashmë, sepse do të shpërngulemi me njerë nga kategoria parë në superiore, në Nikotovana luhet sfida mes Teutës dhe Partizanit, një ndeshje shumë e rëndësishme, dhe ne do të lidhemi me njerë me kolegun Kristo Thomaj, që do të na sjell informacionet më të fundit në lidhje edhe me formacionin që do të zbresë në fushë. Përshëndetje Kristo. Përshëndetje Eno, përshëndetje të gjithëve. Është dëmtuar në këtë moment të shiu, i cili për të së vërtetës ka rënë edhe rreth 1 orë përpara mbritjes tonë këtu në Durrës. Pushoi disi tani në momentin që skuadrat janë në nxehje, është dëmtuar dhe ndoshta pritet që të shoqërojë ndeshjen. Nuk e di se si do të ndikojë tek skuadra. Terreni është në gjendje të shkëlqyer, do të thoja, dhe ndoshta edhe Mirëshkiçi mund ta bëjë lojën më të shpejtë. Kujtoj skuadrat vinë këtë ndeshje me detyrim për të marrë pikë, ndoshta edhe barazimi nuk mjafton, është përplasje e rëndësishme. Teuta që vjen pasi humbje dhe pasi barazimi, sigurisht me skuadrat forta si Egnatia dhe Dinamo, por kërkon rikthimin tek fitoria. Për ato që janë ambicjet, pse jo, me një sy nga Final Four, 15 pikë ka Teuta, 9 ka Partizani, 6 më pak ende në kërkim të vetvete skuadra e kuqe.
Edhe sipas fjalëve të teknikut Kërneja kërkon fitoren, sigurisht që nuk do të jetë lehtë përballë një skuadre solide si Teuta. Përsa përket formacioneve, Teuta nuk gjen Vidal, i cili u dëmtua në ndeshjen me Dinamo, nuk është rikuperuar. Siç dihet, Gomez dhe Doka mungojnë, kështu që do të luajë Selmani në portë, sërish Toli mbrojtësi Diat, Yazgji dhe Zhongos të qendër me Përgjoni do të luajë në krahun e majt. Kthehet nga pezullimi Votlaj në mesfush ai së bashku me Maçollin, Fadajro, Diathas, Boçi, Majtas, Arifi në mbështetje të Gonzales. Përsa e përket Partizanit, mungesa të shumta, dëmtime të shumta, çka e detyron Kërnajën të sajoj formacionin. Është dëmtuar Marku, mbrojtësi Diat, Martinez nuk është ende gati, kështu që përpara Qirkos, të krahun e Diat mbrojtës do të luajë Janjeva, që nuk mund të luajë në qendër, aty ku mungojnë përveç Sembenes edhe Çipi, mungon edhe Preka, kështu që do të jetë Mehmeti spostuar në prapavi. Së bashku me Bytyçin, Atanaskoski do të luajë Majtas. Ismaili dhe Dumbia do të jetë një dyshe përpara mbrojtjes, pak përpara atyre sot do të luajë Human. Gudjufi do të jetë Majtas, Izgandali, Diathas dhe Toma do të luajë në sulm sepse mungojnë ndër të tjerë edhe Bicuka edhe Skuka. Olcit është, më falni, Olcit Ferrataj po do të jetë arbitër kryesor sot. Faleminderit Kristo dhe koment mbar të ndeshjes. Ndalemi pak tek formacioni i Teutës, Bulku. Kemi një rikthim të rëndësishëm siç është ai Votlajit, por në anën tjetër Fadajro që e nis nga minuta e parë dhe është një lojtar që sa herë që është futur nga dobi ka bërë diferencën. Kemi rikthimi Votlajit është shumë i rëndësishëm për sa i përket ekuilibrave në mesfush dhe rotacionet që dhe kimin që ka i me Maçollin. Pra, është një lojtar shumë i rëndësishëm edhe në ekuilibrin ose në fazën mbrojtëse dhe jep një siguri lojtarëve të tjerë, Fadajros, Boçit, Arifit, Gonzales, që t'jenë më të sigur në fazën ofensive. Unë mendoj që Vidal është një mungesë e rëndësishme, shumë e madhe, është nga ato dhe për nga lojtarë intensiteti që ka qenë në momentet kyçe të gjitha aksioneve të Teutës e bën shumë vështirë tashmë për mekanizmin e dobit që të orientohet pa të, kam përshtypjen. Pikërisht është ai lojtari ku kalon gjithë topat në fazën sulmuese, është një pikë referimi, pra bën atë lidhjen midis mbrojtjes dhe sulmit, dhe unë mendoj që në të tilla kushte ku Teuta po vuan finalizimin ose shënimin e goleve, sepse është skuadër që prodhon, ka ritëm dhe kontroll gjatë gjithë ndeshjes, Vidal do t'i penalizojë sot dhe është një mungesë shumë e rëndësishme. Shpresoj që Arifi të futet më shumë në këtë profil lojtari si Vidali, që t'i shërbejë më shumë Gonzales dhe të ketë një pjesëmarrje më të madhe nga Toli dhe Përgjoni, sepse ne kemi parë shumë shpesh që i mungon kjo loja në krah, pra, ose ato zinxhirat ose mekanizmat që krijohen gjatë lojës, sidomos me Dinamo, kur ishte edhe në superioritet numerik, pra ishte me Dinamo ishte me 10, Teuta ishte për një kohë 30 minuta me 11 veta. Pra, por besoj që sot Boçi do jetë më shumë se Fadajro, sepse duke ditur që Përgjoni ka më shumë merë pjesë në ekuilibër dhe Toli merë më shumë pjesë përpara ose qoftë duke u futur dhe në boshtin vertikal ose nga qendra për të krijuar një linjë shtesë në mesin e fushës, mendoj që do jetë një ndeshje që do interpretohet edhe sot shumë mirë nga ana e Teutës, vetëm finalizimi duhet që, do të thënë, ajo është pika kryesore që Teuta të ngjitet dhe të krijojë atë profilin e një skuadre që prodhon, pra, që prodhon dhe shënon. Mehmeti, për të ndalur pak tek Teuta, në të vetmin rast që kaloi barrierën e një goli për ndeshje ishte ai kur luajti pa një qendër sulmues të mirëfillt. Tani kthehet Gonzales sërish. Pse është kaq e vështirë për të shënuar këto golat për skuadrat tona në përgjithësi, jo vetëm për Teuta, po Teuta e ka më të theksuar. Atëherë, po t'i referojmë edhe deklaratave të trajnerit Dobi, i cili për një theks shumë të qartë taktik në punën e tij, vendosi një rregull që e ka zgjedhur dhe i ka dalë shumë pozitivisht, i cili tha, unë fillimisht do merrem me fazën defensive dhe e ka rregulluar shumë mirë fazën defensive për të dalë tek faza ofensive. Tek faza ofensive është shumë e rëndësishme kualiteti që ti ke brenda, duke pas parasysh ndërtimin e lojës, krijimin dhe finalizimi është çështja mbitor në futboll, pra duhet lojtarët e klasit që jo vetëm Teuta, por i mungojnë Superligës dhe lojtarët që dinë të sillen mirë para portës kundërshtarit janë me gishtat e dorës numërohen.
përpos faktit që sot vështirësinë Teuta e ka dhe me një mungesë shumë të rëndësishme, e theksuam dhe më përpara, është një lojtar Vidal i cili luan ndërmjet linjave dhe vertikalizon shumë mirë në zonat ngushta dhe këto lojtar japin atë edhe si të themi edhe e thjeshtsojnë më shumë veprimin për shkuar tek goli. Pra kemi edhe mungesë tek lojtari numër 10 në Super League që shpërndajnë pasin e fundit, mendoj unë, që ta kenë më të thjeshtë lojtare, sepse shumë skuadra vinë shumë mirë deri tek 20 metrat e fundit, por aty pastaj duhet fantazi dhe klas për të gjetur finalizimin. Normalisht është i detyruar trajneri Dobi që të luaj me Gonzalen sot, sepse mungesa e Vidal, a i ka luetur ndeshjet paraardhëse me lojtar sulmues fals, pra nënsh fals, me Arifin, por edhe me Vidal, por sot është i detyruar që të ketë si pik referimi një lojtar tipik nënsh edhe ndoshta do të kërkoj edhe me Fadajron duke ekspostuar linjën e djathtë, i cili është një lojtar i paparashikueshëm në veprimet e tij individuale me topin, është lojtar që sulmon dhe fundoren, por edhe ditë të sulmoj shumë mirë në tranzicionin pozitiv të Teutës në hapësirat boshe. Megjithatë mungesat e Teutës nuk duken fare të vështira në krahasim me ato që ka kërnajat e Partizani. Shohim edhe formacionin e improvizuar tashmë nga tekniku i Partizanit, ku Mehmeti vendoset në qendër të mbrojtjes, jo se nuk e ka bërë Bulku, por mendosh që nuk është as Preka, as Mbene, as Qipi, pra lojtarët e rolit mungojnë, as Marku, dhe kthehet një mesfushor të bëj qendërmbrojtësin në një moment të vështirë për skuadrën, sepse nuk është një skuadër që po është në zonat e larta të renditjes dhe ka edhe atë qetësinë psikologjike. Tashmë bëhet akoma dhe më vështirë, sepse përveç mbrojtjes, mungesat janë edhe në repartin ofensiv. Është zgjedhja e tretë Toma që udhëheq sulmin, sepse mungon si Skuka ashtu dhe Bincuka. Tani, për të kthyer tek krahët e mbrojtjes, mendoj që nuk ka ndonjë problem, sepse Janjeva e ka bërë shpesh këtë rolin e mbrojtësit djathtë. Pra, pika kyçe është ajo që prekët ju me Mehmeti, sa i do përshtatet në një terren që është i rreshqitshëm dhe në lojtarët e shpejt që mund të ketë Teuta përpara. Pra, tu është pika kryesore se çfarë përshtatje do ketë Mehmeti dhe sa siguri do japi në fazën mbrojtëse Partizanit. Kemi kthimin pak më mbrapa të Dumbias, edhe pse unë mendoj që Ismaili do jetë para mbrojtjes dhe Dumbia dhe Juman do jenë të shkallëzuar, pra mund të kemi 4-3-3, ndërsa për Tomën unë mendoj që është një shans, ai është i grumbulluar dhe tek kombëtare e U21, është një shans dhe nuk mund ta quajmë zgjedhje të tretë, pra thjesht ai në hierarkitë e Partizanit nuk është përdorur shumë dhe duhet përdorej në të tillë situatë që ka Partizani, që edhe Partizani ka finalizimin e ka shumë të dobët, pra ka mungesë finalizimi. Për Gudjuvin dhe Iskandarin janë lojtarë që janë provuar dhe kanë minuta, dhe është risia është ose futja nga fillimi është e Juman që pati një lloj domethënë mungese pas ndeshjes me derbin me mos gaboj me Tiranën, por situata është e vështirë, sepse shohim që edhe pse janë gjetur lojtarët nga fillimi, pra 11 lojtarët, unë mendoj që ka mungesë organike dhe në stol, pra dhe gjatë zhvillimit ndeshjes vështirësia rritet akoma më shumë. Pikërisht ajo që do pyesja me Metin, 4 lojtarë nga Partizani B vinë të mbushën radhët e ekipit të parë. Unë mendoj që Partizani është një familje e madhe dhe edhe në mënyrën e si e organizon klubin. Dhe këto prurjet nga Partizani B mund të... Pra Kokomani, Kola, Ogunleje dhe Contreras. Po, mund t'jenë dhe shumë pozitive, sepse i referojmë faktit që kur Partizani doli kampion 2019-ën, Skënder Gega bashkë si staf shkuam, se isha pjesë e stafit edhe një ndeshje të Partizanit B, kemi evidentuar Koten, i cili na ndihmoi shumë sepse s'kishim një lojtar alternativ për bankinën, por mendoj që është një plan që punohet në atë klub për të pasur dy skuadra që t'i shërbejnë skuadrës parë. Ja, dakor, në këtë rast nuk është një, po themi, preferencë, është një zgjedhje detyruar. Në këtë rast mendoj që
klubi ka alternativa, por nuk janë gjetur mekanizmat e duhur dhe klubi po vuan edhe sidomos dëmtimet që ndodhin. Dhe kjo është për faktin për dy komponent. Është komponenti i fushës artificiale, por edhe mënyra se si stërvitet skuadra. Se janë dy faktorë. Nuk mund t'ja vëmë vetëm fushës dëmtimet, por janë edhe mënyra se si ti e ndërton programin stërvitor, duhet përshtatesh me fushën që ke, që mos t'i mbi ngarkosh skuadrën, gjesh ekuilibrat i merr klubi. I merr klubi, sepse klubi ka marrë kostot që në momentin që është përzgjedhur stafi, ndryshimet e shpeshta të stafit, do sjellin në këtë situatë. Mendoj që këtu në përbërjen e 11-çe, se theksoi shumë mirë Koli që vështirësia mund të ndodhë për të menaxhuar gjatë gjithë 90 minutave, sepse do të ketë vështirësi trajneri Kërnaja, mënyrën se si do të ndodhin ngjarjet e ndeshjes për të lexuar kundërshtarin, ndoshta do të jetë i kufizuar në ndërhyrje, por po ti shikojmë gjithë lojtarët që janë në formacion, pothuajse të gjithë kanë marrë pjesë dhe kanë minuta që e kanë prezantuar deri tani Partizanin dhe është në vështirësi, por mendoj që nëse do të jetë një strategji e mirë menduar e trajnerit Kërnaja, mund t'ia vështirësoj punën shumë Teutës dhe Partizani ka forcën brenda kësaj 11-çe që të përballet si barabart me Teutën. Të fortët duken momente të vështira, por megjithatë nuk luhet vetëm në Nikodovana mes Teutës e Partizanit, por edhe në Elbasan Arena mes Elbasanit dhe Ignatias, për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Ne kemi të pamundur të lidhemi me kolegun Alban Hasani. Në këtë momente po shohim edhe pamjet live nga stadiumi Elbasan Arena, ku është e qartë edhe dënësia rreshjeve të shiut. Sidoqoftë, kemi edhe këtu lëvizje në formacion, e nisim me Elbasanin Bulku, Janacek në port, me një katërshe defensive të përbërë nga Musta, Olbergis, Lulaj dhe Lajthia. Abaz dhe Manellari do jenë dikë për para mbrojtjes, ndërsa treshja që do mbështet sulmuesin e vetëm që është Cage, është Lukili, Qose dhe Diallo. Mendoj që pjesa mbrava nuk është lëvizur, pra konfirmohet dhe është shumë e vështirë që ndryshoj, sepse ato krijojnë një lidhje. Ka një ndryshim se Lajthia nga sulmues është kthyer në mbrojtje. Po, kemi mungesën e Liles dhe Lule është, sepse shpeshherë është përdorur edhe Lule në krahun e djathtë. Pra, kjo është një lëvizje ndoshta ose kundër lëvizje për të parë, sepse shpeshherë Tetova krijon pa me vllaznin, që krijoi manovrën e tij dhe bëri krahun më të fortë, krahun e majt. Pra, mendoj që është një kundër lëvizje e trajnerit Gozdenovic. Dhe kemi rikthimin e Lukilit, që vjet ka bërë mirë, është një lojtar që synon qendrën, pra nuk krijon gjerësi ke krahu vet, po futet për brenda dhe krijon një pikë pasimi dhe një forcë shtesë në mesin e fushës. Djaloja është në pozicionin e tij natyral dhe mendoj që duke pasur dhe Lajthin, Elbasani krijon atë krahun dhe ose bën krahun e djathtë më të fortë dhe më produktiv. Kemi shtodhe këtu dhe mbështetjen e Abbas dhe Manellari është ai lojtari që gjithmonë është një lojtar që krijon atë ekuilibrin. Lila mungon për shkak kartonash, por ndoshta Azemovic mund të ishte preferuar në qendër dhe me Lulajn të spostuar, por ka zgjedhur Lajthin ndoshta për t'i dhënë impuls më tepër ofensiv skuadrës, apo jo? Patjetër, e thash pra që përveç se krahu i majt i Ignatios është shumë i fortë, atëherë ai ka marrë masa që ketë krahun e djathtë pra të fortë. Pra, Lulajt në fazën në manovrën sulmuese unë mendoj që do jetë me 3 Lulaj, Olbergis, Musta dhe Lajthia ngjitet pak më lart për të ndihmuar Dialon dhe Manellari. Pra, të gjitha këto krijojnë një superioritet ke krahu djathtë aty ku e ndërton Tetova, pavarësisht se Ignati na ka mësuar që është e paparashikueshme në manovrën e saj sulmuese dhe ka 2-3 ose shumë plane ose zgjedhje për ta bërë produktive fazën sulmuese, unë mendoj që janë lëvizje, qoftë edhe nga ngjeshja e ndeshjeve dhe nga intensiteti që kanë kaluar lojtarët një herë në 3 ditë, unë mendoj që janë zgjedhje të logjikshme. Okej, Mehmeti, në anën tjetër nuk kemi një Zegomesh, një lojtar që jemi mësuar të shohim fush të Elbasani dhe që është nga ata që bën gjithmonë protagonistin. A mund t'i mungoj sot Gvozdenovic? Mendoj që
Në mënyrën se si e ka përzgjedhur 11 Gëzdenovic, mendoj ka kërkuar më shumë stabilitet për sa i përket aspektit psikomotor skuadra, sepse normalisht gjatë gjithë kohës Egnati është skuadra që t'imponon ritmin e lojës dhe për t'ju referuar pyetjes tuaj për Ze Gomes është një lojtar që ka fines me zotrimin e topit, por në fazën defensive është pak më deciziv, më problematik përsa i përket markimeve dhe situatave një kundër një ku ca keq ose apo duke pas parasysh dhe Diallo është një lojtar që me cilësi të jashtëzakonshme në fazën ofensive, por nuk mbron mirë dhe duke pas mungesën dhe të Lilaj, pra Lajthia, luan si mbrojtësi djathtë sot dhe e vështirëson shumë zgjedhjen e Ze Gomes në formacion sot Ivanin, por i është përshtatur dhe shumë kundërshtarit. Por kjo është edhe një armë që e shohim të vendosur në këtë mënyrë. Daj Sinani në port, Ndreca Gjemali Sota dhe Hajme në Prapavi, Kryeziu Aleksi Fernando Mesfusha dhe Albaneze Selmani dhe Jahaja për para. Atëherë, po të referohesh trajnerit Egnates Tetovës, pra ai është i gjithmonë bën rotacione, i përshtatet dhe kundërshtarit, por nuk ndryshon në filozofinë e tij. Jame është një lojtar me të vërtet me cilësi shumë të mira, por një nga lojtarët Fangaj që i ka dhënë impuls lojës pra nga organizimi nga origjina, nga portieri, është një lojtar që prish linjat shpesh Fangaj dhe ka automatizuar veprimet. Mendoj që në strukturë gjatë gjithë kohës Tetova, mënyrën se si organizon, sjell gjithmonë shprehi të reja, ku shpesh këto ndeshjet e fundit ka hapur në linjat anësore dy qendërmbrojtësat dhe ka zbrit Fernando bashkë me Aleksin në organizim dhe futen dy mbrojtësat anësor, futen drejt linjave të qendrës ose kërkojnë gjerësi. Por më shumë gjerësi kërkojnë Ndreca dhe Ajme që futet ndërmjet linjave dhe këtu është ajo që është i paparashikueshëm në taktikat e tij dhe krijon superioritet numerik trajnerit Tetova dhe për sa i përket pastaj Kryeziut, është një lojtar që gjatë gjithë kohës e ka mbajtur si lojtar për të ruajtur ekuilibrat dhe shpesh herë. Po që ka marrë goxha kredite tashmë në hierarkitë e Tetovës. Po, i përshtatet dhe shumë filozofisë së Tetovës. Në rastin kur organizon me 3 mbrojtësa Tetova, sidomos në 1/3 e mesfushës, pra në 1/3 mesfushës, Kryeziu futet mes Xhemalajt dhe Sotës, organizon me 3 dhe ngjitet në linjat sulmuese në gjërësi Ndreca dhe Ajme dhe Selmani bashkë me Albanezen futen në linjat qendrore duke mbështetur nga Aleksi dhe Fernando që krijojnë superioritet numerik në 2 vertikalet e qendrës dhe imponojnë ritmin e lojës. Mendoj që Jahaja është përshtatur mirë nga ndeshja e fundit dhe mos harrojmë që kemi edhe Bakayokon tashmë gatshëm që mund të futet në pankinë dhe besoj edhe klubi ka bërë një hap prapa, sepse normalisht këtu e kemi analizuar kur një lojtar nuk ka dëshirën për të shkuar diku, atëherë mos e humb sepse është një lojtar që ka mundësi të shitet diku tjetër. Nuk është se kemi shumë kohë. Ndoshta ky formacion që pa mund të konvertohet në një 4-2-3-1 me Fernandon që merr pozicionin e 10-shit dhe bëhet duke i dhënë prioritet pra krave, bëhet një rifinitor i pastër për sulmuesit brazilianë, e di aftësitë e tij. Pa diskutim, Fernando është një nga ato lojtarët që e bën këtë gjë që ju e preket. Rotacioni ka prekur sot Ruçin, Grudën dhe Fangaj nga ndeshja e kaluar dhe kjo është pjesë e pandare gjithë kampionatit nga tekniku se ka pranuar. Edhe ka thënë hapur. Por duke pasur 2 mesfushor, pra që në fazën mbrojtëse janë nga mesfushorët, sidomos Aleksi dhe Kryeziu, pra mesfushor sasior, unë mendoj që Fernando do jetë me atë profilin e lojtarit numër 10 që të shpërndaj topat dhe sidomos në daljet ose në mbushjen e gjysmë zonave nga krahët, sidomos nga krahu majt. Okej, ne kemi mbritur në fund pjesës parë, sepse radha është tashmë për 2 ndeshjet që do të luhen në Nikotovana të Durrësit dhe Elbasan Arena të Elbasanit. Ju mund të ndiqni 2 sfidat Elbasani, Egnatia dhe Teuta Partizani në RTS Sport dhe RTS 1, së bashku me Sokol Bulkun dhe Dritan Mehmetin, ne do të jemi sërish në përfundim të sfidave për të analizuar gjithçka ndodh në 2 ndeshjet që kompletojnë javën e 11 të Biznes Superiores. Deri atëherë, mirupafshim.